Presidentja Vjosa Osmani do ta theksojë rëndësinë e miratimit të buxhetit të Kosovës, si dhe miratimin e planit të rritjes së BE-s, gjatë bisedimeve të ardhshme me partitë politike, tha për Radio Europa e Lirë këshilltari i saj për mediat, Bekim Kupina. Pasi shoqëria civile në vend i bëri thirrje asaj t'i bashkojë partitë për ta miratuar buxhetin e ri, presidentja do ta bëjë thirrje për një kompromis politik nëpërmjet të cilit do të garantohet interesi i Kosovës dhe qytetarëve të saj, si dhe të sigurohet rruga përpara për avancimin e vendit, tha Kupina të martën. Ai shtoi se Osmani do t'i inkurajojë partitë politike të bashkëpunojnë për ta shmangur çdo blokadë që mund të ndikojë negativisht në mirëqenien e qytetarëve dhe në funksionimin e institucioneve të Kosovës. Osmani pritet t'i thë rast për konsultime me partitë politike së shpejti, pasi të dielën mandatari i parë për formimin e qeverisë së re Albin Kurti i lëvizjes vetëvendosje dështoi t'i fitojë votat e nevojshme për një mandat të tretë. Kosova e bëri kuvendin e ri muaj më parë, por dështimi javën e kaluar për ta formuar një qeveri të re ka arritur rrezikun që vendi të hyjë në vitin 2026 pa buxhet. Në një letër drejtuar Osmanit, 21 organizata të shoqërisë civile thanë se mungesa e buxhetit të ri do të paralizojë pagesat për pagat e mosimdhënies, mjekëve, administratën publike dhe transfertat sociale të qindra mijëra qytetarëve të Kosovës, realizimin e punëve publike edhe më shumë. E ardhmja financiare e vendit dhe mirëqenia e qytetarëve nuk do të bëhen peng i blokadave politike. Ne besojmë se përvoja e autoritetit dhe roli juaj unifikues si presidente mund të jenë përcaktues për të shmangur një krizë që do të prekte shumë familje në Kosovë, thuhet në letër. Këto organizata i propozuan presidentes, siç thanë, disa rrugë të mundshme ligjore dhe të zbatueshme. Ato kërkojnë që qeveria në detyrë ta dorëzojë në kuvend projekt ligjin e buxhetit për vitin 2026 apo kuvendi i tanishëm të paktën të votojë një zgjatje të buxhetit të tanishëm deri në fund të muajit mars të vitit 2026. Ato gjithashtu kërkojnë ratifikimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian për planin e rritjes, marrëveshjes së facilitetit dhe marrëveshjes së OUAS, plani i rritjes, përmban një paketë prej 6 miliardë eurosh për të përkrahur për afrimin ekonomik të saj me vendet e Ballkanit Perëndimor me standardet evropiane. Nga kjo paketë, Kosova mund të përfitojë mbi 880 milion euro, por mos ratifikimi i marrëveshjes me bllokun ka bërë që ajo të mos jetë në gjendje të marrë asnjë darkë ende nga kjo shumë. Por, a mundet një qeveri në detyrë të bëjë buxhetin e ri? Shumë ekspert ligjor vlerësojnë se qeveria në detyrë nuk mund dhe nuk ka kompetenca për të propozuar buxhet për miratimin në kuvendin e ri të vendit. Në një intervistë për Radio Europa e Lirë të hënën, eksperti financave Haki Shatri tha se vetëm një qeveri me kompetenca të plota mund të ndërmarrë nismë për ndryshimin e ligjit për buxhetin apo për vazhdimin e ndarjeve buxhetore edhe për muajt e parë të 2026-s. Nëse nuk gjendet ndonjë zgjidhje që të funksionalizohet 1/12 e buxhetit në janar, edhe termo të ketë nuk guxon askush të ndërmarrë asgjë, tha ai. Ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave shtoi se pa një qeveri të re në janar, s'do të ketë para as për ushtrinë e policinë. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus shkroi të martën në Facebook se qeveria në detyrë e zgjedhur nga legjislatura paraprake nuk mund ta propozojë projekt buxhetin për buxhet vjetor për legjislaturën e re. Ndërsa sipas tij, qeveria në detyrë është qeveri e zgjedhur nga legjislatura paraprake që nuk ka lidhje institucionale me legjislaturën e re të dalë nga zgjedhjet. Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi shkroi në Facebook të hënën se qeveria në detyrë nuk ka të drejtë të propozojë buxhetin e as kuvendi nuk ka të drejtë ta votojë propozimin e buxhetit të kësaj qeverie në detyrë. Qeveria në dorëheqje i referohet një qeverie që është zgjedhur nga një legjislaturë e caktuar e që vazhdon punën deri në momentet e zgjedhjes së qeverisë së re dhe jo në rast kur qeveria i ka përfunduar mandati. Në rastin konkret, qeveria në detyrë nuk është zgjedhur nga kjo legjislaturë dhe nuk i takon asaj, shkroi ai.